kjo vjen, unë mendoj se për shkak të asaj se trajnimet duhet të jenë të vazhdueshme. Edhe në Akademi Policore do të thotë trajnimet 3 mujore në aspektin e mbajtjes së armës, bartjes së saj, përdorimit, pastrimit të saj, demolimit të armëve tjera janë të pakta. Prandaj trajnimet e tilla duhet vazhdohen kur kadetët e kryjnë Akademi Policore, do të dalin zyrtar policor dhe duhet të ketë trajnime të vazhdueshme. Edhe si zyrtar policor, trajnime të vazhdueshme, në mënyrë që ata me e kuptu tërësishëm armën. Në gjenatat e reja kërkohet më shumë kujdes i shtuar ndaj armës, edhe pse në Akademinë Policore kemi instruktor shumë profesional, po koha e trajnimit të tyre 3 mujor është shumë e shkurtër. Prandaj unë mendoj se kjo kohë duhet të zgjatet në 6 muaj ose më shumë, në mënyrë që kur dalin zyrtarët policorë ose kadetët ta kryjnë Akademinë Policore, të jenë të aftë të manipulojnë me armën, ta bartin armën dhe ta përdoren aty ku e lyp nevoja e tyre.